Ti nga Skrapari? Origjina të dy prindërve të mi është nga Skrapari. Nga cili vend? Babai ka lindur në Potom, në fshat. Po? Kështu që ti që ke qytetar nga Çorovota, po. Në origjinë kemi nga fshati. Po? Më pas janë transferuar në Tiranë. Po? Arsimuar, shkolluar në Tiranë. Babi oficer policie. Oficer policie. Po mamaja? Po, mamaja ka punuar në financë. Në financë. Financiere. Si quhet mamaja? Antoneta. Antoneta. Dhe babi? Agron. Agron. Po? Kështu që ata të dy për shkak të punës, sepse thash edhe nga nëna kanë qenë ushtarak me detyrë, po? Dhe ndërkohë familja gjyshit, domethënë, ishim me punë në Shkodër. Po? Dhe prindërit e mi janë njohur në Shkodër. A janë njohur në Shkodër? Ndërkohë dhe babai punon në Shkodër. Ti ku ke lindur ti? Unë kam lindur në Shkodër. Ti ke lindur në Shkodër, a? Do të thënë ti je shkodran nga Skrapari. Po, unë jam nga gjithë Shqipëria, me thënë drejtë, dhe nuk më ndaj dot asnjë qytet ku kam lindur, jetuar dhe Ti ke lindur në Shkodër? Atëherë unë kam lindur në Shkodër. Po? Dhe në moshën 5-6 vjeç jemi transferuar në Elbasan për shkak të punës së babait. Po? Dhe kam kryer shkollën tedhjeçare aty dhe më pas gjimnazin dhe arsimin e lartë në Tiranë. Kështu që kam shumë respekt dhe nostalgji për secilin vend ku kam jetuar dhe punuar. Edhe për Shkodrën dhe për Elbasanin? Edhe për Shkodrën dhe për Elbasanin. Edhe për Tiranën sigurisht. Edhe për Tiranën. Tani për Skraparin çka ke? Keni një gjë për Skraparin apo? Shiko, kjo është origjina e të parëve të mi dhe mua kur më pyesin çdo kujt i them jam me origjinë nga Skrapari. A kështu i thua? Dhe unë nuk e mohoj, po them me krenari origjinën. Do nuk thua nga Shkodra e nga Elbasan. Ti thua jam nga Skrapari. Jo, sepse në Shkodër linda për shkak të rrethanave familjare dhe jam larguar 5 vjeç, pavarësisht se kam respekt, konsiderat, kam shumë miq. Si e mëroi Edi Rama një Skrapalin krye të drejtorisë të policisë? Nuk e di, ndoshta se ti ishe mëruar ti në kohën e Ilir Metës, do thoshin e bëri këtë Skrapaliun. Ndoshta ka ngatruar ajo vendlindja, nuk e di. Vendlindja e Shkodrës? Jo, e bukur kjo. Ke ishte batut kjo. E ka thënë edhe Tan Hoxha këtë, unë them për humor, por çështja është që patjetër që kryeministri ka informacion plot për secilin nga ata që mendon të ketë kandidat. Ka rënë një biseda, i ka thënë kryeministri që unë jam nga Skrapari? Jo, nuk mbaj mend këtë kemi diskutuar në herë për. Detyra jote nuk ishte pse ishe nga Skrapari apo nga Shkodra apo nga Elbasani apo nga Tirana, s'ka lidhje. Tani çdo shkoj në Skrapar? Shkoj. Shkon, ë? Shkoj. Ku shkon? Në qytet, në kanionet? Po kanionet të qenë të morë, pa tjetër. Shkon të morë, në Kulmak, e? Po, shkojmë. Mos më thoj që keni edhe një shtëpi kështu? Jo. Nuk keni. Po shkon shpesh? Shtëpitë e vjetra në fshat janë prishur, bëni një shtëpi të rrenjve atje, pse s'bëni një shtëpi? Nuk do bësh? Nuk besoj, nuk e di, për momentin jo, nuk besoj. Je i lidhur me Skraparin? Shiko, e dua shumë, unë nuk paragjykoj dhe nuk jam lokalist, nuk paragjykoj asnjë zonë, çdo zonë ka nxjerr figurat e veta. Por, thash, origjina e të parëve të mi, e familjes time, është Skrapari dhe patjetër që kur ke origjinën ke një farë debulese, kupton, dhe e shikon edhe me një sy tjetër. Tani ky mbi emri Nano nga Skrapari ti, me thënë drejtën ti. Se Fatos Nano, Mustafa Nano, Gledis Nano, Lërë të rinë, po themi emrin e babit tënd, Agron Nano e tjetër. Me Mustafajn, me zotin Nano. Ke lidhje? Kam misi, kam njohje. Jo, ke lidhje kështu? Jo. Janë nga një zonë tjetër, janë një fis tjetër, por kam respekt, konsiderat, dhe kam njohje, kam pas komunikim aty etj. Okej, foto tjetër? Tani, kjo është kampi në Manzi Mujahedinëve, dhe këto ditë është bërë përsëri një objekt për diskutime. Bota po kalon një luftë Nano në lidhjen e mesme dhe nuk është thjesht vetëm sulmi i Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Iranit, po aty tani është bërë një domino e frikshme. Dhe këto ditë qarkulluan lajme në media, pavarësisht se rrezikun ne nuk e dim, po si një ekspert i sigurisë, a rrezikon Shqipëria dhe pikërisht ky kamp me opozitarët e Iranit që mund të goditet? Tani do ta fillojmë nga Shqipëria dhe pastaj të ngjitemi pak më lart, po themi. Institucionet e sigurisë në Shqipëri kanë punuar vazhdimisht që përpara se opozita e Iranit të vinte dhe të vendosej, ka pas vendodhje tjetër përpara dhe aktualisht ndodhet në Manz, ka punuar vazhdimisht për të krijuar kushte
këtyre banorëve, po themi të rinj të Shqipërisë, që të jenë të sigurt, duke ditur që Irani i kishte në fokus, duke përdorur të gjitha format e mundshme për t'i dëmtuar, për t'i vrarë, siç ka ndodhur edhe në shtete të tjera europiane. I kanë vrarë, I kanë vrarë, i kanë ekzekutuar. Sa? Nuk mbaj mend numër, por di raste që janë vrarë në atentate me armë, me pistolet. Janë vrarë opozitarët, ë? Janë vrarë këta pjesë e këtyre. Pjesë e këtyre? Po. Këtu kemi në ngjarje? Jo, këtu nuk kemi ngjarje, ka pas planifikim për sulm, të cilat janë parandaluar në kohën e dur. Dhe sulm ndaj kampit apo ndaj personave? Sulm ndaj personazheve. Ndaj personazhe. Për t'i vrarë këtu, Shiko, nuk synohet sepse kampi, domethënë popullsia ka qenë e konsideruar rreth 2000, 3000, kanë ardhur 2000, 3000, dakord, por nuk synohet çdo element i kampit për të goditur. Synohet leadershipi gjithmonë. Leadershipi. Dhe leadershipi konsiderohet i rrezikuar në çdo moment, mendoj unë, dhe ata marrin masat e tyre për lëvizjen e leadershipit. Çështja është që në aspektin taktik ushtarak, ekspertët ushtarak mund të flasin më mirë për këtë pjesë, por nga ajo që unë di, është që Irani nuk e ka kapacitetin të sulmojë me raket kampin e mujahedinëve të nuk ka rrin kjo. Nuk ka rrin kjo. Edhe kjo, edhe bazuar në një analizë tjetër që pa dashur të nënvlerësojmë kapacitetin ushtarak të inteligjencës, po themi, të Iranit, dhe është gabimi më i madh nëse bëhet ajo, pavarësisht se Irani në këto momente ndodhen në situatë shumë të vështirë, po themi, nga sulmet që po i bëhen, nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli, nuk duhet nënvlerësuar, dhe kjo është një element që e ka çdo ushtarak apo çdo strukturë e forcave ligjzbatuese apo të inteligjencës, që kundërshtari asnjëherë nuk nënvlerësohet, sepse në këto momentet e agonisë që mund të jetë Irani, mund të bëjë edhe në një sulm ndaj personazheve të caktuara të kampit. Unë them që aktualisht nuk është vendi dhe koha që ne të përhapim panik, por nuk do të thotë që ne, meqense Irani nuk e ka kapacitetin ushtarak të dërgojë dron apo raketa, ne të rrim të qetë. Irani gjithmonë është konsideruar si shteti më i madh i financuesit terrorizmit, siç ka bërë me Hamasin, me Hezbollahun dhe me grupe të tjera. Shteti më i madh financues. Shteti më i madh, po njëshi, shteti numër 1 në botë që financon terrorizmin. Dhe në strukturën e tij dhe në atë, po themi, protokollin të institucioneve të sigurisë, forcat Quds, Garda Revolucionare, kishte operativ dhe sektor caktuar të cilët merrnin detyra për të realizuar sulme terroriste, po themi ne, pikërisht ndaj antarëve të opozitës Iranit, Mujahid el-Ka që i quajnë. Kështu që pavarësisht se Irani po pëson goditje, pavarësisht se Irani do t'i duhet që të përballet me fuqi shumë të mëdha siç janë Amerikë, Izrael, pavarësisht se Irani na ka lënë vetëm dhe nuk po shikojmë asnjë nga këto fuqitë të mëdha të tjera të bllokut tjetër që ta mbështesë, siç mund të jetë Rusia, Kina apo ndonjë vend tjetër, mund të jemi përpara rasteve, po themi, operacioneve të dëshpëruara, do t'i quaja unë, që individ apo personeli caktuar i forcave të gardës revolucionare të Iranit të ndërmarrin ndaj figurave, po themi, apo personave që gjenden në këto kampe, apo mund ndodhen në Francë, sepse një pjesë e leadershipit ndodhet dhe në Francë, apo në vende të tjera, sepse ka edhe personazhe të tjera që janë të shpërndarë në vende të tjera. Tani ju mund gazohet me këtë muaj që ka pasur tentativa për të vrarë liderët e mujahedinëve të kampit në Manzë. Jo aty, por në rrethana tjera. Si prandaloi policia jo? Atëherë, shiko, ne bashkë me institucionet tjera në vend, kemi punuar shumë me shishin, ngushësisht, patjetër me shishin, me institucione partnere,
Kemi punuar shumë ngurësisht dhe jemi vënë ndjenjë të informacionit në atë kohë që element operativ po planifikojnë të kryejnë sulme. Problemi është që ku është vështirësia e parandalimit të këtij sulmi. Vështirësia qëndron sepse gjithmonë ata punojnë me proxy, domethënë me një person të tretë. Nuk vjen një operativ i Gardës Revolucionare të kryejë sulm me armë ndaj një. Po ai paguan dikë. Ai paguan dikë të huaj ose shqiptar për të realizuar një sulm ndaj një personazhi të caktuar. Kishte shqiptar të implikuar? Nuk kishim shqiptar. Nuk ishte. Shiko, ata kur bëjmë planin, patjetër që shikojnë mirë se çfarë kapacitetesh ka një vend i caktuar ku do të realizohet sulmi. Çfarë bashkëpunimi ka me agjenci tjera me famë botërore, po themi. Kështu që nuk kanë dashur të rrezikojnë për mendimin tim me personazhe të botës krimit shqiptare dhe i përzgjodhen të huaj. Ndërkohë që ne e kemi bërë publike në një konferencë për shtyp bashkë me drejtorin e përgjithshëm të saj kohe, zotin Ardi Veliu, bëm publik emrat dhe fotot e të gjithë personave të cilët kishin ardhur në Shqipëri për të realizuar sulm, pavarësisht se ne nuk arritëm t'i kapim, por identifikuam kush janë dhe i nxorëm publikisht mediatikisht që ne e dim që ju të gjithë huaj. Ishin të gjithë huaj. Po. Tani zoti Leshi, Sandër Leshi, ish ministri i Brendshëm, tha pak ditë më parë që ka pasur shqiptarë që kanë marrë rrogë nga Irani. Ajo është gjë tjetër. Që do thotë çfarë? Ajo është gjë tjetër. Ne po flasim për sulme. Jo, okay, mbaroj, sulme të dhunshme në këtë rast. Sulm për ekzekutimin. Po, ndërsa për personazhe të cilat paguhen nga Irani me qëllim për të dhënë informacion në drejtim të inteligjencës iraniane dhe në dëm të kampit, po themi, apo banorëve të saj, ka pas disa raste dhe kjo është, domethënë, një pjesë janë gjykuar, dënuar, një pjesë tjetër janë ende në hetim, kështu që janë në hetim, ë? Ka persona që janë në hetim, që janë të lidhur. Puna e institucioneve të sigurisë nuk mbaron. Nuk ndalon, nuk stopon ndonjëherë, sepse gjithmonë është ajo ideja se çfarë nuk dim. Atë që dim ne e dim, dhe do ta organizojmë punën për ta. Si është ajo që nuk dihet? Ajo që nuk dihet, ajo të shqetëson më tepër. Sepse ti nuk e di se çfarë do ndodh, kur do ndodh, kush do ta realizojë, mënyrën si ta realizojë. Dhe ka shumë pikë pyetje në këtë mes. Janë ato 5 pyetje çfarë, ku, si, pse. Ne kemi dhe në media. Ashtu, kështu që kjo është ajo ideja që gjithsecili nga këto institucionet e sigurisë dhe institucionet e inteligjencës punon vazhdimisht që mos gjendet përballë surprizave. Si e parashikon luftën në lindjen e mesme? Lufta në lindjen e mesme, për mendimin tim, nga mënyra se si u zhvillua, as ndoshta kishte edhe parashikime se si do të shkonte, por nga mënyra se si zhvillua, se mua më pëlqen më tepër të trajtoj gjërat mbasi ndodhin dhe t'i analizoj dhe pse ndodhin kështu. Patjetër edhe kurioziteti se si do të shkojë nuk të lë. Ne duhet të shfletosh, të lexosh, studiosh, të pyesësh. Por ishte një orkestrim shumë i mirë. E pam fillimisht që u godit Hamasi në Palestinë. U godit Hamasi dhe ishte një luftë që zgjati 2 vjet. Kështu që mbas Hamasit ne pam që u godit Hezbollahu. Dhe mbas asaj ne pam që po shtrihet konflikti dhe goditja në Iran, sepse Irani ishte ai i cili sponsorizoi Hamasin dhe Hezbollahun për të kryer sulmet në Izrael, sulmi i famshëm i 7 tetorit. Kështu që jo pa qëllim, për mendimin tim, jo vetëm ushtarakisht apo në kuptim të inteligjencës është lënë tani goditja për Iranin, por ka të bëjë dhe me këtë mbështetjen që ne folëm pak më parë.
bloku i cili mbështet Iranin është më në gjendje ta mbështesë Iranin? Jo. Apo ka hallet e veta? Në këto momente jo. Jo. Dhe atëherë Irani është i vetëm. Atëherë si parashikoni luftën? Atëherë, a kishte inteligjencën e dur Izraeli dhe Amerika për të goditur Iranin? Në momentin që e kishin, pastaj duhet bëhet bashkë dhe me pjesën e kapacitetit ushtarak, duhet bëhen bashkë shumë element që të goditet. Dhe unë e parashikoj që pa mbaruar ajo lista, se është një listë që këta i bën çek, kur godasin. Pa mbaruar ajo lista që nuk e di se sa faqe është, për t'i bërë çek të gjitha goditjet aty ku Irani duhet goditur, nuk do mbaroj kjo luftë. Aludime kishte që dhe shefi, komandanti i Gardës Revolucionare, ishte bashkëpunëtori i Izraelit, i Mossadit. Po? Aludime janë këto. Nuk e di sepse Izraeli thotë që ne kemi çuar në Izrael dhe ai është i sigurt tani, ndërkohë Irani deklaron nga ana tjetër që ne e kemi kapur dhe e kemi ekzekutuar si tradhtar. Por fakti është që para disa kohësh Ministria e Inteligjencës e Iranit themeloi një grup i cili do të detektonte, po themi, do të zbulonte agjentët e Mossadit në Iran dhe kush janë dhe çfarë bëjnë me qëllim për t'i arrestuar dhe penalizuar. Dhe më pas doli që shefi i kësaj njësie bashkë me 20 tjerë ishin gjithë agjentë Mossadit. Unë i kishte shërbetuar Mossadi përpara, kjo punë nuk ka filluar sot, kjo luftë nuk ka filluar sot. Qartë. Ajo ka vite që bëhet dhe njerëzit kanë qenë në shërbim të shërbimeve izraelite dhe amerikane. Ishim ne realisht të kërcënuar, sepse ai që u vra, Ali Khamenei, Ayatollahu, ishte ai që kërcënoi Shqipërinë, një shtet i vogël e Tinzar. Ishim ne realisht të kërcënuar? Shiko, bëhet fjalë për kohën kur u vra Qasem Soleimani, komandanti i Gardës Revolucionare të Iranit, një njeri me shumë potencë vlerësimin tim, që kur e shikoje në paraqitjet të ngjallte, domethënë respekt apo të impononte, ishte njëri shumë ushtarak në kuptimin e mirë të fjalës. Jo respekt. Jo respekt se çfarë bën ai, sepse ne e konsiderojmë si njëri dëmshëm për çfarë kishte objektiv struktura që ai drejtonte, por mbas vrasjes së tij Khamenei doli në një dalje për mediat dhe përmendi dhe Shqipërinë. Në fakt në atë kohë ka qenë një situatë shumë e sikleshme, pasi ishit drejtor? Drejtori i antiterrorit në atë kohë, dhe situatë shumë e sikleshme pasi ai e shprehu dhe tha siç ne na kanë goditur drejtuesit tanë, edhe ne do ju godasim drejtuesit tuaj. Ju friksuat ose më saktë patët? Shiko, u bën disa takime dhe institucionet u vunë në gjendje alerti. U vunë alert? U vunë alert për mënyrën se si do të organizohet parandalimi, po themi, i akteve të tilla, nëse do të ketë mënyra e ruajtjes, e lëvizjes si të autoriteteve të larta shtetërore, ashtu dhe të autoriteteve të larta për sa i përket... U morën masë në Shqipëri? U morën masë. Se këto janë ato qështimle, po? Janë bërë takime, kemi bërë disa takime në zyrën e ministrit. Kush ishte mirë rrezikuar në Shqipëri? Nuk mund të them se kush më shumë, kush më pak, pasi ne nuk kishim një listë prioritare dhe informacion se këtë donin të godisnin, por që kjo nuk shkonte ekskluzivisht, po themi, për vrasjen e Qasem Soleimani, pasi ne nuk kishim gisht si vend për vrasjen e tij me dron, por ka të bëj me të gjithë atë punë që ishte investuar në vendin tonë nga institucionet e sigurisë, lidhur me detektimin, po themi, zbulimin e agjentëve apo personazheve që hynin në vendin tonë me qëllim për të realizuar apo planifikuar realizuar sulme terroriste. Dhe ne e kishim bërë në disa raste. Ndërkohë që ambasada u mbyll, ndërkohë që u mbyll më vonë ambasada, por vazhdimisht ishte para ajo trysnia e institucioneve të sigurisë ndaj personazheve të caktuara, po themi, iraniane, qofshin këto me imunitet diplomatik në vendin tonë apo jo, për të mos realizuar atë që donin të realizonin ata. Dhe ndaj nuk ka të bëjë thjesht vetëm me vrasjen e Qasem Soleimanit kjo deklarate e Khameneit. Okej, ne kemi dhe një foton e aja, kjo ishte, do dhe ne e zauruam këtë. Foto tjetër, se e zauruam këtë. A këtu, tani për krimin transnacional,
Shqipëria është i rrezikuar më shumë, zoti Nano, nga terrorizmi, nga krimi organizuar apo krimi transnacional, që është një fazë akoma më tjetër se sa krimi i organizuar? Shiko, si është puna. Sidomos në periudhat kur ka konflikte, do ta lidh pak edhe me këtë konfliktin e fundit që po zhvillohet. Lidhjen e mesme? Lidhjen e mesme. Krimi organizuar e shfrytëzon. E shfrytëzon, E shfrytëzon sepse marrim rastin e migrantëve të palishëm. Ka njerëz që largohen nga zonat e konfliktit, duan të shmangin konflikte të tjera dhe synojnë gjithmonë zonat dhe shtetet europiane. Dhe grupet e kontrabandimit, po themi, të këtyre njerëzve e shfrytëzojnë për t'u pasuruar. Nuk duhet të përjashtojmë dhe momentin që në këto grupe gjatë flukseve migratore ka dhe persona të cilët mund të jenë rrezik për sigurinë kombëtare. Mund të ketë terroristë cilët infiltrohen në grupe që duan të shfrytëzojnë për të shkuar në Europë si migrant palishëm, kupton? Domethënë ai përveç aktit terrorist, ai bëhet edhe pjesë edhe e trafikut. Bëhet pjesë sepse ai do të lëviz patjetër nga lindja mesme në drejtim të shtetet e Europës, sepse aty gjendet më i sigurt, më i. Kështu që edhe në këtë aspekt, domethënë, krimi gjen vend për t'u atashuar në këto, apo për përfituar. Po? Dhe këtu kemi një ndërthurje të... Ka një ndërthurje të krimit të organizuar me konfliktin, apo me terrorizmin, po themi. Sepse institucionet flasin në vendin tonë është më ndryshe sepse ne fatmirësisht jemi pak më larg luftës, po institucionet e saktuara fokusohen më tepër tek lufta, institucionet e vendeve kufitare. Po pra, duke u fokusuar atje, lënë me janë pastaj këtë goditjen e krimit. Po lihet patjetër. Domthonë dobësohen institucionet në kuptimin e objektivit parësor që ato kanë dhe fokusohen më tepër te lufta. Rritet kërkesa për armë, patjetër që grupet... Rritur kërkesa për armë. Po grupet e krimit të organizuar këtë punë kanë. Do të kontrabandojnë njerëz, do të kontrabandojnë armë. Do të thënë për gjithë ata që ta ndjekin, konflikti lidhje mesme ka bërë që organizatat kriminale merren tani me trafik armësh. Shqipëria është e rrezikuar? Unë nuk besoj që është e rrezikuar Shqipëria, unë thash jemi pak larg. Dhe aq larg jo? Asaj që po ndodhet. Kështu që ne jemi mes dhe? Ne po themi që ndoshta nuk përdoret vendi ynë si vend origjine apo vend tranziti, sepse nuk na përkon ajo lëvizja, por nëse ka grupe qofshin këto dhe me përbërje shqiptare apo me përbërje ndërkombëtare më afër, më pranë atij konfliktit, patjetër që në raste të tilla do ta shfrytëzojnë për të tregtuar armë dhe kontrabanduar njerëz. Zotina, më ka bërë shumë përshtypje që Shtetet Bashkuara të Amerikës kohët e fundit janë treguar shumë të shqetësuara institucionet e saj të sigurisë dhe jo vetëm për trafikun e drogës me objekt Shqipërinë. Që grupet kriminale janë marrë me trafik droge dhe ato shqiptare pa diskutim. Po pse ky interesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës? Se ne edhe në aspektin politik, pavarësisht se ju nuk flisni për politik, por ne kemi një term që është futur tashmë narkoshtet, që mua personalisht jo thjesht nuk më pëlqen pas se pranoj se një vend kandidat për antarësimin në BE nuk mund të jetë ky narkoshteti. Tani, unë po flas me një specialist, lëre punën e drejtorit të policisë, po një ekspert, një specialist që e njeh shumë mirë mënyrën se si funksionon krimi organizuar dhe veçanërisht trafiku i drogës. Çfarë do thoni për këtë? Gjithmonë trafiku i narkotikëve ka qenë shqetësim. Gjithmonë ka qenë shqetësim sepse ai është një aktivitet kriminal, i cili në jetën tonë të përditshme nuk na ndikon drejt për drejt. Që do thotë, mund të ndodhë tani që ne flasim trafiku në hyrje të Shqipërisë, dhe ne nuk na e prish këtë intervistën këtu. Nuk na e ndikon këtë intervistën këtu. Fare, zero. Nuk na e ndikon nëse ne dalim pimi kafe mbas kësaj intervistës këtu. Është një diçka që ne nuk e shohim.
drejt për drejt, por na ndikon Po? patjetër, Ku? sepse gjithë kjo sasi narkotike që hyn, do të konsumohet këtu apo jo. Nëse hyn për përdorimin shqiptar. Nëse hyn për përdorimin shqiptar, mund të rrezikohen dhe të rinjt, të cilët mund të joshen, po themi, për ta provuar dhe për ta përdorur. Dhe mbeten pastaj peng. Dhe bën vartës të saj. Fuqizimi në buxhet nga shitja e lëndëve narkotike i grupeve kriminale e bën më të fuqishëm atë në objektin e tij të punës që ka. Sepse ka më tepër mundësi të korruptojë zyrtar, ka më tepër buxhet për të ruajtur veten e tij, ka më tepër buxhet për të ndërtuar ato skemat e sigurisë apo shmangjen e hetimeve nga policia, sepse kanë teknologji edhe më të lartë, ecin shumë hapa përpara se policia, se nuk kanë procedura prokurimi të nderimi ata nëse duan blejnë një pajisje. Nëse duhet një pajisje do ta blejnë, jepen lekët, dhe shkon blihet ajo. Jo si këtu që do të fillojë procedura edhe pastaj shkon burokracitë. Përveç burokracisë, pastaj nuk po hyn fare cilësisë se çfarë vjen. Kështu që ai kërkon më të mirën sepse ja bën halli dhe e bën atë punë. Kështu që e fuqizon një grup kriminal duke i rritur buxhetin dhe ai rrezikon të ketë një buxhet më të madh se buxheti i shtetit apo se buxheti i policisë, po themi, e kupton. Një grup i caktuar. Kjo është shqetësuese. Sepse e bën të paprekshëm pastaj. Por ndërkohë kemi vënë re që kohët e fundit, edhe këta që janë konsideruar të paprekshëm, po goditen. Kemi parë të urdhrat që kanë nxjerrë SPAK-u etj. Çështja është e tillë që policia shqiptare, po flasim, meqense kam qenë pjesë e policisë, duhet të arrijë në atë nivel që jo vetëm të zbatoj urdhrat e arrestit që vinë nga vendet e tjera europiane, partnere. Por çfarë duhet? Ta filloj të jetë vetë iniciatore. Se bën policia këtë? E hetimit, ndjenin time edhe kanë bërë dhe po punojnë. Aty duket forca dhe serioziteti i policisë shtetit dhe profesionalizmi i saj. Ta filloj vetë dhe t'i thot Gjermanisë që ekzekuto këto urdhra për ne. Për llogarit tonë. Ti thot Italisë që po se kemi bërë zoti. Mirë, pra tash ndoshta janë procese dhe nuk dim detaje. Jo, di pse them këtë, se shefi Altin Dumani, shefi i SPAK-ut, drejtuesi i SPAK-ut ka bërë një akuzë shumë të rëndë kur ka qenë në parlament. Ka thënë që drejtues të lartë të policisë së shtetit janë të lidhur me krimin organizuar. Çështja më shqetësuese që un kam. Shiko, ajo është vërtet shqetësuese dhe patjetër kur e thot drejtuesi i SPAK-ut është e vërtetë se nuk e thot kot, por thash edhe një herë, po jo, por ju ka qenë shqetësim? Proces, patjetër që ka qenë shqetësim. Po pse se keni thënë? Patjetër që ka qenë shqetësim sepse e kam thënë, kam dhënë një deklaratë për një media franceze dhe kam thënë është dekonspiruar operacioni. Tani do thuaj për këtë media shqiptare, si e the atje media franceze? Tani çështja dekonspiruar operacioni? Po dekonspiruar operacioni se nuk u kapën disa nga figurat që duheshin kapur atje nga dhe kush e dekonspiroi? Nuk e dim se kush e dekonspiroi operacionin dhe për atë rast filloi një hetim i pavarur, po themi, lidhur me. Jo, më kujtohet. Çështja ishte dhe përdorimi i lëndëve narkotike brenda policisë shtetit. Brenda policisë shtetit përdorin Dhe oficerë policie përdorin drogë? Ajo që unë e tentova me të madhe për ta bërë, pavarësisht se u keq interpretua nga media të caktuara apo personazhe të caktuara që nuk e di arsyen pse. Ajo ishte një iniciativë si thua, e aplikuar dhe në agjenci të tjera. Do dhe ju kërkua testin e drogës. Çfarë presupozonte testi i drogës? Testi i drogës presupozonte që në kohën që punonjësit janë duke marrë detyrën, shërbimin, po themi, në fillim, ose në dorëzim të shërbimit, po themi, kategoria e cila presupozohej që ishte me risk për shkak të detyrës që kryente, për shkak të grup moshës caktuar, do të përzgjidheshin element punojës të caktuar për t'u testuar. Sot testohen 4 punojës.
lën shërbimin, merren 4 veta, testohen. Jo, kjo është gjë më normale, po Testohen dhe shikohet prania në secilin prej punësit të substancave psikotrope, po themi. Dhe kjo ka të bëjë dhe me parandalimin, që shiko se policia e ka një instrument që e bën. edhe parandalimi, bravo, shumë e bukur kjo. E ka një instrument që e bën këtë punë policia shtetit dhe nuk, tash nëse do të përdorësh lëndë narkotike, Ika policia. largo nga detyrat tjetër dhe shko. Jo se atje lejohesh, po në polici nuk. Ideja është e tillë që nuk Kush u la juve? Urdhra? Kush u la juve? Jo, filloi kjo u aplikua kjo. U aplikua. Pse u ndërpret? Kush e? Nuk e di unë atë punë, pse u ndërpres. unë e di. Nuk jam aty. A kupton? Jo, juve sa ishit e bët? Po. Pastaj kur ikët ju nuk u bë më. Ja, nuk e di çfarë është bërë më, se nuk Po jo, kam nuk dëgjuar. bëzën ne Nuk kam dëgjuar. Po sa muaj zgjati që ju e bët? Nuk mbaj mend, por zgjati goxha muaj, aq sa unë qëndrova. Dolën oficer policie që Shiko çfarë u bë. Fillimisht sepse ishte një test i cili u bë masivisht për punonjës policie dhe ne na ndihmoi bëm një marrëveshje me një laborator privat në atë kohë, i cili bënte ekzaminimin paraprak dhe kishte mundësinë, e kishte teknologjinë, po themi, dhe mundësinë për ta bërë këtë, edhe i miratuar, po themi, për ta nxjerrë rezultatin certifikuar. Dhe në momentin që dilte pozitiv një nga punonjësit e policisë, kampioni i gjakut, se nuk konsumohet i gjithë, ai flakoni që merret, ajo pjesë që mbetet me barkodin dhe me raportin paraprak, shkonte, bëm një marrëveshje me mjekësinë ligjore dhe shkonte në mjekësinë ligjore që të dilte akt nga mjekësia ligjore për përmbajtjen ose jo të substancë narkotike. Dhe aty pastaj nuk ishte më ishte një akt zyrtar ai, shumë e qepur, e kopcitur. Nuk ishte më diskutim je apo si je përdorues. Kështu që në këtë mënyrë e menduam, e diskutuam, ecëm aq sa mund të ecim. Thash edhe njerë, disa e mirëpritën, disa jo, me shumë pikpyetje, por kjo ishte... Po kishte një trysni të panevojshme në atë kohë dhe nuk e kuptova, dhe disa media të caktuara që bënin ca analiza që unë nuk e kuptoj pse, a kupton? Dhe nuk e kuptoj arsyen dhe ku donin dilin me këtë pjesë, apo ndoshta të ndikuara, po themi, etj. Por gjithsesi, ajo çfarë u bë në atë kohë dhe unë them që duhet të jetë ajo një. Dhe duhet bëhet sot sipas jush. Dhe nuk e di sot, duhet bëhet. Ajo një dhe testi alkoolit 2. Edhe i alkooli. Po. Pin policë sot alkool, ë? Duhet pinë në orar të punës. Çfarë ndodh? Në Çeki, kam qenë një vizitë në Çeki dhe takova ata kolegët e antiterrorit kur isha në atë kohë. Dhe na thanë që shikoni ne kemi procedurë pune që gjatë orarit punës vjen personi i caktuar me detyrë për të na testuar për alkool, bashkë me punonjësin e qarkullimit rrugor, policisë rrugore, se nuk kanë shkencë madhe, dragërin, siç e bëjnë për qytetarët, dhe na teston gjatë orarit punës dhe thotë për sot je përzgjedhur 1, 2, 3 persona, të teston, je pozitiv, në momentin që je pozitiv dhe ke konsumuar alkool, je automatikisht i larguar nga rradha e policisë. Dhe nuk kemi edhe pse rrezikojmë. Për kaq. Mbaron turnin, mbaron atë. Po këtu? Pastaj ulesh. Këtu kemi parë raste sepse ka pas raste edhe të aksidenteve rrugore të kryera nga punonjës policie në efektin e alkoolit, kështu që policë të dheur kanë bërë aksidente. Po kanë bërë aksidente. Ky është fakt, a kupton, edhe kështu që nuk mund ta fshehim të pjesë. Okej, se jemi në fund të emisionit, kemi 2 foto në mos gabojësh e Joni Ketës. Na kputen mes me këtë ti. Ku kputet mes? Ti ke bërë trajnim në FBI? Po se na kishin pirë në kamë dhe kishin mbledhur veten, pastaj foto shëndoshëm. Ka vetëm do pim mas emision. Po, është foto e Byros Kombëtare të Hetimit dhe jemi në fund. Jo, do të thënë kjo është një takim i Joni Ketës, do doja një se ju garuat për garuam bashkë. U shgënjeve? Shiko, nuk është që zhgënjimi. Me të gjithë kandidatët që konkuruan aty, unë njivem, kam punuar, me një pjesë, edhe me zotin Keta kam punuar, ka në rastit punoj, kemi pas bashkëpunim. Nuk është që zhgënjimi, se sa
Ndoshta duhesh të kaluar stafeta një drejtuesi që vinte nga vetë brenda institucionit, po themi, kështu që Kaq, kjo ishte. Kështu e kam kuptuar. Dhe cili është vlerësimi juaj për Uniket? Jo, kam shumë vlerësim sepse e njoh prej kohësh, nuk e njoh sot. Okej. Kam shumë vlerësim. S'kemi foto tjetër, besoj. Apo dhe një tjetër? Një vlerësim për ta mbyllur për trupën e SPAK-ut, 20 prokurorët, 20 titanët, them unë. Me pjesën më të madhe të prokurorëve kam pasur kam punuar edhe në rolin e oficerit policisë gjyqësore në çështje të drejtuara nga prokurorët. Ashtu sikur punonin në prokurori të rrethave apo prokurori të krimeve të rënda, ashtu edhe gjatë kohës në SPAK. Kam bashkëpunuar dhe si drejtori i terrorit, ashtu edhe si drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, kam vlerësim maksimal për të gjithë, pa ndar asnjërin prej tyre. Kam punë vështirë, për mendimin tim. Jo, të vështirë ne prandaj kemi çuar atje, të është punë e vështirë, po. Problemi është si vlerëson në aspektin profesional. Unë besoj janë shumë profesionistë dhe unë besoj që do të ketë edhe më shumë rezultate në vazhdim nga struktura e SPAK. Po, ajo thënia e Altin Dumani që oficerët lartë policisë së shtetit janë dekonspirojnë operacione dhe janë gjithë me krimin organizuar, është më rënd që kanë po jo shpjegoja pak më përpara, po jo shpjegoja edhe pjesën e testit narkotikëve. Çështja është që kjo nuk është një procedurë që mund zgjidhet për një javë, se të ishte zgjidhur për një javë, ishte zgjidhur kjo punë. Është një punë që ka kohë e cila është një problematikë ka kohë që është futur brenda strukturës dhe nuk mund të zhbëhet për një javë. Dhe nuk mund të shbëj e vetëm me policia e shtetit. Nuk mund të shbëj e vetëm SPAK-u pa bashkëpunimin e policisë. Nuk mund të shbëj dot vetëm AMP-ja, po nuk ka një... As drejtori i policisë që rri 10 muaj në detyrë. As ai që rri 10 muaj, po edhe 5 vjet po të rri, i vetëm ai nuk e bën dot. Po kush e nuk bëhet asgjë vetëm. E gjitha bëhet bashkërisht. Duhet dhe ndihma dhe mbështetja e komunitetit për ta bërë këtë punë. Që është një element shumë kyç, nuk e kemi përmendur fare sot në emisionin tonë, fakt. Jo, ç'ta përmendosh atë ju? Policia s'ka policinë në komunitet. Publiku ka Policia shqiptare Zotinano nuk ka fare policinë në komunitet. Dakor. Publiku ka rol kryesor dhe është do emision tjetër në vetë ajo që pse edhe nuk e përmendon. Kështu që thash, çdo element ka rëndësinë e vet në të gjithë procesin që ne po flasim. Okej. U lodhë? Po them u lodhë, unë do më qortosh ti, do thosh. Je djalë i ri. Të falenderoj shumë Zotinano që ishe në emisionin tim. Do kemi edhe raste tjera dhe u lanë, ca gjëra pa u trajtuar, po do kemi raste tjera. Faleminderit, ju uroj më të mirën.